Doja që ta nis ose ta jap këtë përgjigje duke cituar një mendimtar të madh shqiptar Faik Konica kur thot na ndihmon o Zot ta mbajmë gojën mbyllur kur s'kemi gjë për të thënë. Është një thënie më antologjike që mund ta gjejnë ndokush. Dhe duhet të udhëheqim nga ky parim. Tash janë disa faktorë për dalë. Po thos po na animon Zoti me mbajt gojën mbyllur, ne kemi çliruar shumë. Po i ndihmojmë vetes, pra problematika është se janë disa faktorë. Thash në radhë të parë njeriu dëshiron të jetë më prezent, ta dëshmoj pak më shumë vete dhe për fat keq shumë herë ose shumicën e rastave të dëshmoj më shumë se çka është dhe se kush është. Dhe kjo është një prej problemeve ose fenomeneve më të mëdha. Tash kush mund të ndikojë këtu për dalë tek përgjigjja? Janë disa faktorë. Një shkollimi që për vitet e tëra sistemi, sidomos ai vjetri ka qenë ne i kemi mësuar se si të bartet, një mendim se si të bartet dia, pra nga libri, nga profesori tek studenti dhe nuk ka pas mendim kreativ. Një prej problemeve më thelbësore ka qenë kjo. Unë ju them edhe studentëve se nuk është e rëndësishme asnjëherë të mendosh siç mendoj unë. Pra ti të kesh mendimin tënd, vetëm të kesh rezonin, të kesh arsyeën për atë. Pra është faktori i parë. Së dyti gjithsesi për dalë te kolegja, media ka një rol të jashtëzakonshëm. Tani media tradicionale ka filluar një farmase ta humb rolin për faktin se jemi dëshmitar ka çarqe të caktuara, domethënë fal teknologjisë dhe shërbimeve shumë të sofistikuara që ekzistojnë sot kur të neutralizon si media, sepse tash e ka medien dhe e plotson me informacion të mediumit tradicional nga media sociale, nga rrjetet sociale dhe e përçon mesazhin tek shtresat ku personi ose grupi i caktuar dëshiron. Pra edhe këtu përballemi me një sfidë goxha të madhe, po flas mediat. Aspekti i tretë, unë mendoj se është guximi. Njeriu është i formuar në atë formë dhe jo pak njerëz, pra japin vetes guxim për të dhënë mendime aty ku nuk janë të thirrur. Dhe kjo është një prej problemeve më të mëdha që njeriu e ka me vetveten. Sokrati na ka thënë në fund dikur të jetës tij që unë e di një gjë që s'di asgjë. Domethënë vetmja gjë që e din është që s'di asgjë. E ky guximi i bjen që njerëzit pa ditë asgjë janë më të guximshëm. Për fat të keq nuk po e themi ne, pra ne po e citojmë mendimtar të shumë, të cilët e thonë se sa më pak që di njeriu është aq më i guximshëm për dhënë mendime për të gjitha temat. Edhe më i zhurmshëm. Edhe më i zhurmshëm gjithsesi. Madje ato ngërthejnë edhe në vetë edhe fyrje dhe gjuhë jo konvencionale. Sa herë që kemi debate kur nëse e ftojmë një personalitet në një fushë të caktuar dhe ai jep argumente të tjerët ku nuk kanë argumente, janë më të zëshëm se sa ai që është argument, sepse ai ka argumentet dhe ai mendon se do ta fitojë ose ajo. Mendon se do ta fitojë betejën ose debatin me argumentet, po jo çdo herë fitojnë argumentet, për fat keq në një shoqëri me kaq shumë peripeti dhe në një tranzicion të vazhdueshëm që akoma nuk e